Fredi Beleri. Eurodeputet. Eurodeputet. Ke ko pa u takuar apo si? E kam takuar ditën e premte në kishën e Imarës gjatë epitafit. Kështu që u takuam në kishë. Vjen shpesh në Imar? Vjen. Të takon? Vjen. Në zyrë jo, po jemi takuar asnjë. Jo, në zyrë jo, nuk kemi takuar në zyrë. Tani ky ishte armiku politik juaj. Po si i ke marrë? Nuk e kam pas ndonjëherë ball për ball në zgjedhje Fredin Belerin. Patjetër që ai ka mbështetur kandidatin e forcës së tij politike, po që s'kam pas ndonjëherë probleme gjatë kësaj periudhe, përkundrazi jemi mirë kuptuar, qoftë edhe në distancë, për shumë çështje. Kjo më ka bërë përshtypje dhe prandaj vendosa foton e tij që ai që quhej armiku politik më i madh i Partisë Socialiste dhe juaj në kuptimin politik, jo personal, ai dhe jo vetëm ai, nuk ka asnjë akuzë kundër jush në këto 1 vit e 8 muaj. Po politikisht edhe mund të më akuzoj, por duhet gjesh një shkak, një arsye që të gjej dhe mbështetje akuza, apo jo. Pra në momentin që nuk ka një arsye, s'ka çfarë të akuzoj, sepse jo vetëm nga Beleri, por edhe nga të tjerët që janë pjesë e forcës së tij politike, unë nuk kam parë ndonjë akuzë qëndësishme në këtë periudhë që unë drejtoj Bashkinë e Imarës. Kështu që duhet gjesh një shkak, pra që një akuzë kur e bën, sidomos një akuzë politike për kundërshtarin tënd politik, duhet të ketë një bazë dhe duhet të ketë mbështetje qoftë nga mbështetësit e tu, por të gjej mbështetje mundësisht edhe më gjerë se mbështetësit e tu. Tani një pyetje kam, ndërhyrjet e politikës greke edhe mbështetjet që i bënin Fredi Belerit kanë qenë publike, nuk është një gjë e panjohur. Ju si shikoni këto, sepse ne në Imar kemi parë që kanë ardhur ditën e zgjedhjeve, kanë ardhur deputetë nga Greqia. Po kanë ardhur, kanë ndjekur procesin zgjedhor, nuk është se kanë marrë pjesë në votim. Dhe as kanë marrë pjesë. Çfarë do të votonin ato? Po jo s'më kuptuat, kanë ardhur. Po normalisht kanë ardhur, s'ka asgjë të keq. Unë s'e kam parë ndonjë. Unë edhe kur isha në Dropull, nuk më shqetëson asnjë. Djoni pak. Edhe kur isha në Dropull, unë jam i vjetër, jam qenë 96 në politikë. Vinin pjesë e politikës greke, vinin në zgjedhje gjatë procesit zgjedhor për të monitoruar, por asnjëherë nuk ndikonin, domethënë në një farë mënyre mund të kenë ndodhur në Imar. Në rregull, edhe në Dropull flas në vitet e para kur unë kam qenë kandidat në 96, 97, 2001, por më pas e kanë kuptuar që pak rëndësi ka se kujt i përket deputeti që zgjidhej, është i PS-s apo i PD-s, rëndësi ka që ai është Dropullit me që unë isha besoj që janë shkuar e kanë kuptuar dhe politika greke. Absolutisht, zoti Tavo ke shumë drejt. Kuptohet që dhe në Greqi ka forca të ndryshme politike, ka të majtat e djatha, ka pas rastin që të majtët moralisht më mbështesnin mua se unë isha i majtë, të djathët mbështesnin palën tjetër se ishte pjesës djathës. Pra, mendoj që nuk përbën ndonjë problem. Me këtë që thatë ju tregoni jo një lloj, po tregoni modernitet në bërjen e politikës dhe jam shumë dakord te kjo. Ajo që mua më ka shqetësuar, po besoj edhe një pjesë e opinionit publik është që po dakord vinë deputetët e Greqisë, vinë këtu dhe monitorojnë. Okej, sepse jemi Komisi Greke, ju Beleri, tjetri, nuk ka fare problem. Dhe Shqipëria e ka lejuar këtë. Po si nuk lejon Greqia deputetët shqiptar të shkojnë larg qoftë në një Ergucat, në një fshat, në një qytet tjetër dhe të jenë dhe ata të bëjnë të njëjtën gjë siç bëjnë deputetët. Unë kam bërë në Greqi. Deputet shqiptar kam qenë në Parlamentin shqiptar, kam qenë në Greqi, kam bërë fushat. Patjetër kam bërë fushat. Në Greqi. Kur? Shumë vite. Kam qenë në shumë fushata. Ke qenë në qendra votimi? Kam qenë dhe ditën e votimit. Unë për arsye të origjinës time edhe votoj atje. Por ju votoni në Greqi? Po patjetër, kam dy në shtetësi. Se ky dy në shtetësi. Por unë kam qenë në fushat. Kam marrë pjesë në fushat. Kam bërë fushat, gjithmonë fushatat nuk i kam bërë politike. Jemi sinqert. Ke në shtetësi në Grek. Jemi sinqert, fushatat nuk i kam bërë në kuptimin nuk kam mbështetur një palë politike, pra një forcë politike, kam mbështetur më tepër kandidatë të ndryshëm për arsye të lidhjeve miqësore që kam pasur. Jo, po dakord, po ju keni në shtetësinë greke, po mos kishim në shtetësinë greke. Edhe kurse kam pasur në shtetësinë, se unë vonë e mora në shtetësinë greke, edhe kurse kam pasur në shtetësinë, kam qenë pjesë e fushatave, të jemi sinqert. Sepse atje ka një komunitet shumë të madh shqiptarësh, shtetasit shqiptar që votojnë në Greqi, kështu që
Tani, unë të vendosa këtë foto, sepse ju keni qenë bashkëpunëtor i ngushtë dhe mik me Fatos Nano, me Ilir Metën, me ministrin qeverinë e Berishës, dhe sigurisht tani me Edi Ramën. Dhe unë për secilin nga këta do doja nga ju, do thënë atë vlerësimin tuaj dhe një fjali. Ju keni punuar me zotin Nano, një politikan që ka bërë emër në këto 36 vjetë. Si e kujtoni, si e vlerësoni? Është domethënë e vështirë ta përshkruash Fatos Nanon me një fjalë ose me pak fjalë. Fatos Nano ishte politikani më liberal që mund të ketë pasur ky vend. Po e kam pas mik dhe e kam për nder, domethënë që e kam pasur mik, lider historik i Partisë Socialiste që ka lënë gjurmë në shumë të thella në modernizimin. Tu si jam dakord që historik, se historik është bërë Edi Rama tani, ishte diku. Nejse, është personi që ka transformuar Partinë Socialiste. Kjo po. Jemi realist. Se 14 vjet ishe kryetare. Ai sa ishte, ai ka lënë gjurmë. Kanë transformuar realisht Partinë Socialiste, e ka kthyer në një parti social-demokrate moderne. Nga një parti që vinte nga një sistem tjetër. Unë e pranoj, pavarësisht se disa nuk e pranojnë, thonë jo, po si jemi ne ish partia, po duhet ta pranoj, apo jo. Kjo është historia. Duhet ta pranosh që Partia Socialiste është pasardhëse e Partisë së Punës? Po patjetër, një pjesë dërmuese e Partisë së Punës, patjetër që një pjesë tjetër e Partisë së Punës, ata që ishin gjithmonë servilat dhe spionat kanë kaluar me forca tjera politike, po pjesa e pastër e Partisë së Punës, pjesa e pastër e Partisë së Punës ka ardhur në Partinë Socialiste. Cila parti ishte më mirë, ajo që drejtoi Fatos Nano apo që drejton Edi Rama? Joni, mos harrojmë që janë periudha konkret të ndryshme. Mundësitë ku ka drejtuar Fatos Nano kanë qenë për arsye të periudhës të kohës kanë qenë shumë më të vogla. Edi Rama mbas 8 vitesh në opozitë që ka drejtuar Partinë Socialiste u bë kryeministër dhe pra e ktheu Partinë Socialiste në forcë përsëri në forcë fituese qeverisë dhe që e mban është mandati i 4 që po drejton qeverinë e Partisë Socialiste. Kështu që sukseset e Edi Ramës nuk mund t'i krahasosh me sukseset flas gjithmonë sukseset politike dhe të Fatos Nanos. Patjetër, sepse keni një histori për treguar me Fatos Nanon? Kam shumë. Po një të shkurtër, një se prandaj Prandaj të vendosa foton që ti ke qenë nga miqtë më të afërt të tij. Shumë historira, por nga që me Fatosin kemi qenë shumë miq dhe ka ndonjë shprehje kështu që ndoshta është e papërshtatshme, por e bëjmë pipneve aty. Kështu që kam vërtet shumë histori, kemi qenë shumë miq. Ishim në një pallat, panonim bashkë. Pavarësisht se quhet Pallati i Nanos, kam qenë unë banori i parë i pallatit, pastaj erdhi Fatosi. Kështu që s'ka lidhje. E bukur kjo. S'ka lidhje. Foto tjetër. Po. Pastaj ju kaluat me zotin Meta, me LSI-n. Po. Pastaj kalova me LSI-n në 2010-ën, pas një konflikti që për mua kur e kujtoj sot them për arsye edhe të moshës time edhe të papjekurisë aq sa duhet politike, nuk duhet të ndodhte. Se bën vetëm fajtor në raport me Edi Ramën, që ike nga PS? Jo, një pjesë patjetër e fajit është e inja. Pse, çfarë bën? Nuk duhet të ndodhte sepse e di përse jam larguar. E dini përse jam larguar nga PS-ja, për arsye të një çështje lokale, po një deputet kur zgjidhet nuk është thjesht pjesë, është pjesë e gjithë politikës, nuk është pjesë lokalist. Dhe unë për arsye të një zgjedhje të një kryetarit Partisë Socialiste të Gjirokastrës, jam larguar nga Partia Socialiste. Ishte pafalshme. Sot që po e kujtoj, sinqerisht po ju them, për mua ishte gabim. Dhe ju mërzit me Edi Ramën? U mërzita sepse nuk u pajtuam, s'ka lidhje fare, vite më parë, në 2010. Pra, nuk u pajtuan mendimet tona, qëndrimet tona në lidhje me një kandidat. Jo, falje nuk kam kërkuar. Po ndjesh kështu, kur kujtoj, kur reflektoj, domethënë për atë që ndodhi atëherë, them sinqerisht që nuk duhet ndodhte. Tani miku juaj Ilir Meta, kur e pe atë videon që e arrestimit të tij, si u ndjeve? Absolutisht nuk jam ndjer fare mirë.
Po ç'ishte ajo? Kuptohet që nuk jam djerë mirë, është një ish president dhe në çdo vend dhe kryeminist dhe ish kryeminist në çdo vend të botës patjetër është tjetër gjë, çështja e drejtësisë është çështja e drejtësisë, se zgjidh drejtësia problemin, por mënyra se si ndodhi nuk pajtohem patjetër. I ke çuar një mesazh në burga, ke shkuar në burga? Jo, unë nuk e di nëse e ka telefonin, nuk kam vajtur në burg dhe nuk e kam çuar mesazh, nuk e di nëse e ka telefonin në burg, lejohet telefonin në burg? Jo, telefoni nuk lejohet në burg, po ka mënyra, po themi nuk jam kontaktuar, nuk kam kontaktuar. Jo. Keni histori me zotin Meta për ta... Kam historia me gjithë kryeministrat. Po prandaj ta kam vendosur me të gjithë kryeministrat kam. Me çdo kryeministër kam nga një histori. Po Meta bëri mirë apo gabim që iku nga PS në 2004? Nuk bëri gabim, bëri gaf.